Audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin dhe mbi familjen e tij të pastër dhe mbi shokët e tij besnik. Do të vijojmë me temën e Kerbelas. Në videon e parë thamë që profeti sallallahu alaihi wasallam me urdhën nga Allahu ka dhënë disa porosi për ne, të cilat mund të ndiqni në videon e kaluar se cilat ishin. Dhe e lam tek momenti kur Imam Hoseni a.s. niset nga Medina për në Mekë, por të nisur më pas për në Kufa. Çfarë ndodh para se të niset? Ndron jetë Muavija pra dhe lë pasues Jezidin e mallkuar. Siç tham, në marrëveshjen që kishte bërë me Hasanin a.s. ai ishte detyruar që t'ia jepte kalifatin Imam Hosenin a.s. Por dihet që ai nuk zbatoi asnjë nga marrëveshjet dhe i shkeli të gjitha dhe përveç këtyre jo vetëm që i vrau shijat ndjekësit besnik të Ehli Bejtit, por edhe dha urdhër që në çdo hutbë që të mbajnë për xhamin e Përsham, të thyhej të shahej Ehli Bejtit dhe mallkohej Imam Aliu a.s. Guvernatori i Medinës, Velid ibn Utba, i cili shoqëroi edhe nga Marwan ibn al-Hakam, e thret Imam Hosenin, i cili shkon atje së bashku me disa të rinj të Beni Hashimitëve, familja e Profetit sallallahu alaihi wasallam, i thotë atyre të presin jashtë, në rast se shikojnë që unë vënohem të dal, atëherë futuni brenda dhe sulmoni, thotë Imam Hoseni. Atëherë Imam Hoseni futet brenda. Velidi thotë Hosen, ti do të japësh bejatin Jezidit. Dhe Imam Hoseni për ta shmangur konfliktin në atë moment i thotë që atëherë pse s'më thret kur thrash gjithë popullin e Medinës, po më thret veçmas. Kur ti thrasash të gjithë popullin, atëherë më thirr dhe mua për bejatin. I mbushet mendje Velidit, sepse nga një anë edhe friksohej se ishte i biri i Aliut, i biri i Luanit të Allahut. Edhe e lejon që të shkoj, por para se të shkoj Imam Hoseni a.s. Marwani thot: "O Velid, në rast se ti e lejon të largohet, atëherë s'ke për ta shtërë më kurrë në dorë pa djalë gjak. Merre burgose, merja bejatin me dhunë ose pritja kohën." Kur e dëgjon këto fjalë Imam Hoseni, i kthehet me ashpërsi atij Marwanit, janë gjesht turbanin në gryk dhe e shtrëngon dhe thot: "Ti do më vrasësh mua o Ibn Zurqa?" thot, apo ai tjetri. Ai Ibn Zurqa do të thotë që njëra nga nënat e tij, nëna ose gjyshja, shquhej në kohën e xhahiliyetit, shquhej për zina, për që ishte në kohë fjalë të sotme shquhej për prostitut. Pra ti njeri i ulët që ke një preare të tillë kërkon të më bësh diçka me mua që jam nga Ehli Bejti, që jam biri i Aliut, nipi i të dërguarit të Allahut, kërkon ti të bësh të gjë me mua, thon. Dhe duke pasur frikë pra nga Imam Aliu, se ti se Ehli Bejti kanë qenë trima, kanë qenë Luan, kemi Hamzain, kemi Aliun a.s., kemi vetë të dërguarin Allah që është njeriu më trim. Edhe vetë Imam Aliu a.s. thot për Rasulullahin që për momentet e vështira ne mbroheshim nga i dërguari i Allahut. Largohet Imam Hoseni dhe të nesërmen niset për në haç për në Mekë, sepse dinte që do të bënin një push se s'bën kundër tij për t'i marrë në dhunë bejatin për Jezidin e mallkuar. Dhe Imam Hoseni thotë që unë nuk po ngrihem kundër Jezidit për të bërë kryengritje, për të bërë trazira apo për të bërë fitne, dhe as për pushtet, por po ngrihem për të reformuar umetin e gjyshit tim. Sepse Jezidi ishte njëri i shturë, një njëri imoral, një njëri që pinte alkool, një njëri që shkonte i derë në namazin e sabahut dhe falte 4 rekat në vend të 2 rekateve. Pra nuk mund të jep bejatin një njeriu të tillë. Të kohë kishte të tjerë që besonin që kushdo që bëhet khalif, është khalif me të drejtë dhe duhet ndjekur, pavarësisht se mund të jetë gjunafçar, mund të jetë njëri i ndyrë, mund të jetë njëri i poshtër. Dhe thotë që unë ngrita për të reformuar pra umetin e gjyshit tim, për ta rikthyer edhe një herë Islamin në pastër ashtu siç e solli gjyshi sallallahu alaihi wasallam. Dhe mbi të gjitha për një nga udhëresat që është e detyrueshëm për të gjithë besimtarët, është këshillimi për të mirën dhe ndalimi nga e keqja. Ti këshilloj të gjithë muslimanët që mos i japin bejatin Jezidit të mallkuar, sepse ai do ta shkatërrojë Islamin. Dhe këtë po përpiqeshin të bënin umajatët. Pra u nis për në Mekë, kreu haxhin dhe aty mori 12.000 ftesa nga Kufa. Pra
Kufa ishte një qytet që ishte formuar nga ushtarët që fituan luftën kundër Sasanidëve persian. Ishin nga fise të ndryshme, kishin mosmarrëveshje të ndryshme, gjithmonë qoftë në kohën e Amaliut, nga ata kanë dalë edhe Havarixhët, e shumë trazira ka pas në Kufa gjatë gjithë historisë së saj. 12.000 ftesa. Nga kush? Sa grupe përbëhej Kufa? Së pari ishin ata që ishin 100% pro Umajadëve. Për nga ata kishte edhe njerëz që ishin ndjekës të Aliut, por ishin të besimit të atill që kushdo që bëhet kalif, ne do të ndjekim. S'ka që është Aliu, është Huseni, është Muavija, është Yazidi, rëndësi ka që t'jetë kalif. Ishte një grup i shijave besnik, si Hani ibn Urve, Muhtar Thaqafi e tjerë. Kishte shija të tjerë që ishin shija në besim, pra besonin Muhamedit e Husenit, por që ishin të lëkundur në besimin e tyre dhe patën frikë të i bashkohen Husenit dhe të dalin për ta mbrojtur nga kërcënimet që morën nga Ibn Ziyadi. Së treti ishin oportunistët, të cilët thanë ne që tani po vjen Huseni me siguri të ta mbrojnë të gjithë, sepse është nipi i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos mbetim edhe ne mbrapa të marrë ndonjë copë këtu kjo mesele. Fitojmë diçka. Dhe pastaj ishte turma e popullit, masa e popullit, të cilët shkonin nga të fryndoera. Në mëngjes ishin me Husenin, alayhis salam, darkë ishin me Yazidin. Pra nga kjo masë popullore përbëhej Kufa. Çfarë ndodh? Imam Huseni dërgon Muslim ibn Aqilin, që të vërtetoj, a është e vërtetë që këta njerëz duan që unë të shkoj atje apo jo? Nisën Muslim ibn Aqilit, shikon që po njerëzit japin bejatën Muslim ibn Aqilit, pra ne presim Imam Husenin, dhe Muslim ibn Aqili dërgon letër nga Huseni e thotë nisu o Husen sepse këta janë duke të pritur. Dhe Imam Huseni niset. Por pas kësaj fillon pastaj presioni i madh. Muslim Ibn Ziyadi, guvernatori i Kufës, disa nga shijat i vret, disa i burgos, si për shembull Muhtar Thaqafiun, Hani ibn Urwa i qëndron besnik deri në fund i Husenit dhe Muslim ibn Aqilit, të vritet, si fejnë burgosët pastaj vritet, të tjerët kërcënohen me jetë, disa të tjerë u dhanë premtime si do të merrni, për shembull Umar ibn Saadit i thanë do të marrësh Emiratin e Rejt, që ishte një vend në afër Teheranit të sotëm. Disa të tjerë morën rishfet, para, premtime, dhe kështu një nga një u larguan të gjithë dhe e lanë vetëm Muslim ibn Aqilin, të cilin në fund e kapin ushtarët e Ibn Ziyadit dhe në murin e Emiratit të Kufës, pallatit të guvernatorit, ja presin kokën dhe e hedhin trupin poshtë dhe ja lënë të varur për disa ditë. Pra fillon një masakër vërtet në Kufa. Besnikët vritën ose burgosën, të tjerët që janë të lëkundur në besimin e tyre qëndrojnë në shtëpi nga frika, ndërsa ata që ishin nga të fryndoera sigurisht do të shkonin me Ibn Ziyadin. Dhe kështu formon një ushtrim në krye Umar ibn Saadin dhe nisin kundër Imam Husenit alayhis salam, të cilën do të shpjegojmë në ditët në vijim se çfarë ndodh atje. Para nga këta njerëz përbëhej Kufa dhe kështu ndodhi që nuk dolën në pritjet e tij. Besnikët u vranë burgosën, të tjerët që ishin të lëkundur mbetën të frikësuar nga kërcënimet, nuk patën guxim të dilnin, ndërsa të tjerët që ishin hipokrit apo masat të pavendosura të gjithë në duke marrë parave, duke pasur dhe frikë, u rreshtuan kundër Imam Husenit. Tani shiitët akuzohen se janë pasardhës të këtyre personave. Së pari, personat që ishin besnik, si Hani ibn Urwa, u vranë. Disa të tjerë si Muhtar Thaqafi që u burgosën më pas u liruan dhe bën kryengritje dhe i vranë të gjithë ata që kishin marrë pjesë në vrasjen e Imam Husenit alayhis salam, të cilët edhe këta vetë më pas u vranë. Dhe mbetën këta persona ku më së shumti akuzohemi se jemi pasardhës të tyre. Pra personat që nuk shkuan në ndihmë të Imam Husenit
si Sulejman ibn Suret që ishte prisi i tyre, dhe këta u quajtën të penduarit dhe fillonin të qanin dhe të godisnin veten e tyre sipas thënies së disave. Dhe ne jemi pasues të tyre, tha. Këta persona bën një tradhti, pra nuk e pritën Imam Husajnin, nga arsye nga më të ndryshmet. Pas ngjarjes së Kerbelas, nga pendimi dhe nga turpi që ndjenin, u ngritën, luftuan kundër ushtrisë së Jezidit derisa u vranë të gjithë. Para gabimin e tyre këta e dëm shpërblyen me jetën e tyre. Ai shumë ishin penduar sa nuk e donin me jetën, dhe u ngritën në luftë derisa u vranë të gjithë. Pra nuk mund të jemi ne pasues të tyre, ata janë nga Kufa. Unë jam shqiptar, nuk kam lidhje me Kufën. Iranjanët janë iranianë, nuk kanë lidhje me Kufën. Azerbajxhanësit po ashtu, Medinasit po ashtu, e shumë të tjerë që janë shia. Pra nuk shkon, nuk ka lidhje kjo. Por nga e kanë origjinën e tyre shiitët, pra dihet që në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam ka hadithe që thuhet shia të Ali, pra pasues të Aliut, dhe imameti kalon pra nga Aliu alayhis salam tek Hasani alayhis salam, pastaj tek Husajni alayhis salam, që ra dëshmor në Kerbela, dhe në Kerbela mbeti i gjallë kush? Djali i tij, pra Ali ibn al-Husayn, Imam Zainul Abidin alayhis salam. Dhe pas Imam Zainul Abidin alayhis salam është Imam al-Baqir. Dhe pastaj Imam Jafar as-Sadiq, etj, deri tek Imami 12. Pra ne nga këta njerëz e kemi marrë fen tonë sot, pra Islamin në këtë mënyrë siç e transmetojnë ata. Pra shia do thot pasues i Ehli Bejtit, që do thot Ehli Bejti është ai që ka legitimitetin për ta shpjeguar, për ta transmetuar traditën profetike dhe Kur'anin ashtu siç është. Se për këta në ka urdhëruar i dërguari Allahut, dhe na këta ndjekim. Ne nuk kemi marrë fen tonë nga Sulejman ibn Suret, dhe nga këta që janë të penduarit që e thirrën Imam Husajnin në Kufa. Ne kemi marrë fen tonë as nga persianët, ashtu siç akuzohemi, por ka disa methebe të tjera që janë nga persianët. Apo dhe libra, si për shembull libri i Buhariut është persian. Ndërsa ata që ne ndjekim janë Hashimi, janë 12 imam, të gjithë pasardhës gjaku të linjës profetike, pra të profetit sallallahu alaihi wasallam. Pra nga e bija e tij Fatima Zahra dhe nga Imam Aliu. Nga këta ne kemi marrë fen tonë, dhe kurse si nuk është ndryshe kësaj. Pra shia janë pasues të Ehli Bejtit, dhe shumë për atyre të cilët i ndjekin me thebët të tjera kanë qenë zënës të Ehli Bejtit, kanë mësuar prej tyre. Po pastaj kanë dalur veçmas, kanë dhënë mendimet e tyre personale, është punë e tyre, nuk i gjykojnë. Nuk kemi kundër askujt. Ne thjesht duam Ehli Bejtin, duam ta ndjekin Islamin siç na thotë Ehli Bejti, dhe jemi të kënaqur për këtë. As nuk kërcënojmë njeri. Kjo është ajo që na pëlqen neve. Doni apo nuk doni, do të na pranoni për këtë që jemi. Prandaj fjalët që hidhen në internet, që vrasësit e Husajnit alayhis salam janë shia, janë të gabuara. Nuk ka asnjë shia që ta ketë vrarë Husajnin, qoftë një prej